Dhe doja me që jemi edhe në muajin e shenjtë Ramazanit të ndaleshim pak edhe tek agjërimi dhe Ramazani. Nuk e di si ka shpjegim fetar kjo qetësia që i ka plan njerëzit qatë muajin të Ramazanit, hoxh. Çka ka Ramazani që ta jep këtë qetësi? Po Ramazani çka nuk ka, se çka ka janë shumë, po çka nuk ka që nuk na jep Ramazani. Fillimisht Allahu fuqiplot për nder të muajit të bekuar të Ramazanit, për nder të agjëruesve të cilët kanë vendosur që me orë të tëra 12 orë, 13 orë në vende të tjera edhe më shumë të qëndrojnë pa ngrënë dhe pa pi për ta realizuar këtë urdhër të Zotit fuqiplot, Allahu fuqiplot e ka prangos armikun kryesor të njeriut, djallin. Do thotë njeriu është rahat, është komod për një armiku i cili në vazhdimsi i bën cytje, i bën pengesë. Madje është nefsi, egoja jonë, kur qëndron pa ngrënë dhe pa pi, ajo sfidohet, është më e ulët. Tani mundet me i pyet edhe organet e rendit të di policinë dhe gjitha dhe rastet në Ramazan, rastet e ngatërresave janë më pak. Pse Ramazan ndryshon çdo gjë, ndryshon edhe vetë xheneti. Pra menda ka vend më të bukur se sa xheneti, që është synim edhe cak i gjithë se njeri besimtar dhe besimtare e ka synim xhenetin, apo edhe parajsin që i themi. Po edhe xheneti në Ramazan ndryshon. Zoti fuqiplot ju jep urdhër me lajkeve që shkoni e thuni xhenetit se po vije muaji i bekuar i Ramazanit dhe le të zbukurohet. Pra kur xheneti ka vend mu zbukurua dhe me ndryshu, padyshim që kemi vend edhe ne. Ramazani është një atmosferë që Zoti xhaleshanuhu e ka dallu, ose ai ka kriju çdo gjë dhe mesin atyre që ka kriju ka dallu atë që ka desht. E ka dallu edhe muajin e bekuar të Ramazanit duke e zbritur edhe kushtetutën e njerëzimit, Kur'anin fisnik. Pse po i them kushtetuta e njerëzimit? Sepse çdo vend në botë, mrena territorit të tij, ka kushtetutën e vetë. Mirë po kushtetuta e atij vendi zbatohet vetëm për brenda territorit të atij vendit. Ndërsa kushtetuta e njerëzimit, Kur'ani fisnik, lexohet edhe zbatohet anë kënd botës, edhe në perëndim edhe në lindje. Do të thotë ka nga besimtarët që në perëndim e lexojnë Kur'anin, e zbatojnë ata, bojnë praktikimin e namazit, e japin zeqatin, e agjërojnë Ramazanin, e zbatojnë atë kushtetutë. Zoti xhaleshanuhu pra e ka veçu, e ka dallu muajin e Ramazanit edhe me zbritjen e Kur'anit, duke i thënë njeriu të lexo, studio, analizo, sepse leximi, mësimi është ngritja më e madhe që jep njeriu të avancon njeriu në shkallë të larta në këtë botë edhe në botën tjetër në ahiret.